Kush të dalën kamerë? Unë. Kush të dalën YouTube? Unë. Hajde përshëndet një nero. Përshëndetje. Ku e i lauzi? Ojlo. Ku shkoj be? Heste ko? S'do dale. Zdo dalë i lazi. O... Sa jina të më halë, ne? Kina dalë pak. Heste i starit e ko, heste ko. O vedil? Stari vogël e ki. Ene do bëjmë një video. Sa? Do shkojmë ditë të jekëm fjokët. Kush të vaje? Ene do shkojmë Saraj, është një festival. Ata i ka valtar, sa ende të shohëm. Çdo bëjnë, çdo organizojnë. Karve? Unë së më foli marë që i këmë bu protestat. Bini, Kush të vaje? Seati, ta që kemi? Ubejti. Kush të Stari. vaje, agje? Kush të vaje, agje? Se dite shumë sa vetat e në nëzën e roba, ne? Kush të vaje, se kje dhe kë? A më dhe shumë sa vetat e në nëzën e roba. Liki, dice se fjokët si gango, a? A Liki? A të gjithë? Maj forti. Maj forti YouTube-s e në TikTok-it? Ja, nak, ma të forti një ju. Ma të forti një ju. Loriku del me ekipin në lagje, kamera ndezur s'ka nevoj për fjall, TikTok bun, qdo klip mer flal. Momentalisht jena në Saraj me Loriki Po. e në Erbleni. Po, sa ti e ndulli Është të u ba një fest në Saraj. Shtash i di marëm të pamjet mara e në dhe shajfni se gjio të ndodhë. Olej kope. Ma shamë të balkoni. Do me thonë, ta shumë çfarë shfaqje do na kallëzojnë, ta shumë si do ese. Momentalisht më duket interesant dhe rishta. E në si pas veshjeve duket diçka e bukur, kështa që i presëm ta shumë që do kese. Çfarë rezultati. Për kontra se njerësi nuk pas ka shamë, ka una qetë. Nuk ka në vendi bukur. Saraj! Sara? Sa? Me këto? Ja. E shkoj i bëgjena. Perfetto. Dai, vamos. C'è. Lori, hajde foto.
Do me thamë shta kini ba foto me do, majra ajo. Para me ndoshtë e gjithë të njerëzit, vajnë të shonë shembul do një filmin ta one, di ta vërnë një film, kinema shembul, vajnë gjithë të nëm njerëzit. A unë dhe kom qata, për Allah në qirë. Festivalit ndërkombëtar Shkupi Folkfest, që nënkupton është edicioni i 10. Një festival që tashmë është shndruar në një urë të rëndësishme lidhse mes popujve, kulturave dhe traditave nga mbar bota. Ky festival mban vullën e përkushtimit, vizionit dhe punës së palodhshme të shoqërisë kulturore artistike Shqiponjat në Saraj. Dorë trokitjet ku janë? Shoqëria kulturore artistike Shqiponjat Saraj, e cila prej vitesh promovon me krenari trashëgiminë tonë kombëtare, duke bërë folklorin gjuhë universale të miqësisë dhe respektit mes kombeve. Këtu të paktën nuk ka politik, nuk ka ndasi fetare dhe kombëtare. Aq më tepër kombëtare, jemi gjithë bashkë për të mësuar nga njëri tjetri. Gjithashtu, në veçanti do doja që të bëja një falënderim të veçantë, i cila shkon për themeluesin dhe drejtorin e festivalit, zotëri Fevzi Ebibi, i cili me përkushtimin, energjinë dhe vizionin e tij ka bërë të mundur që Shkupi Folkfest të rënditet ndër festivalet më të rëndësishme folklorike të vendit tonë dhe jo vetëm, gjithashtu duke vazhduar në rajon edhe më gjerë. Sonte, në këtë skenë do të bashkohen artistë nga vende të ndryshme të botës, siç keni parë deri në këto momente, të cilët përmes këngës, valleve dhe kostumeve tradicionale do të sjellin para jush pasurinë shpirtërore dhe kulturore të kombeve të tyre. Ju urojmë një mbrëmje të paharrueshme, plot emocione, kulturë dhe art. A kemi dorë trokitje apo jo? Duke filluar fillimisht nga drejtori i festivalit, zotëri Fevzi Ebibi. E ftoj të gjithë në skenë. Atëherë gjithashtu një fjalë përshëndetse do të ftoj edhe përfaqësuesin e komunës së Sarajit, zotëri Amir Idrizi. Dorë trokitje pak më gjallë. Falënderit të nderuar organizator të shoqërisë kulturore artistike Shqiponja Saraj, i nderuar drejtor zotëri Fevzi Ebibi, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur artist, pjesëmarrës dhe mysafir nga vendi dhe nga jashtë, zonja dhe zotrinj. Kam nderin dhe kënaqësinë që sonte në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Komunës së Sarajit, t'ju drejtohem në emër të kryetarit të Komunës së Sarajit, zotri Muhamet Elmazit, i cili për shkak të obligimeve nuk pati mundësi të jetë i pranishëm mes nesh. Në emrin e tij dhe në emër të Komunës së Sarajit, ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta dhe urimet më të sinqerta me rastin e edicionit jubilar të festivalit ndërkombëtar Shkupi Folkfest. Sonte nuk po shënojmë vetëm një mbrëmje festive, po shënojmë 10 vite punë, përkushtim, sakrificë dhe dashuri ndaj kulturës, folklorit dhe traditës. 10 vite gjatë së cilave ky festival është rritur, është zhvilluar dhe është shndruar në një ngjarje të rëndësishme kulturore për Sarajin, Shkupin dhe më gjerë. Prania e ansambleve nga Shqipëria, Kosova, Lituania, Rumania, Bullgaria, Turqia, Bosnia dhe Hercegovina e bën këtë festival një urë të vërtet miqësie ndërmjet popujve dhe kulturave të ndryshme. Komuna e Sarajit është krenare që është nikoqire një aktiviteti të tillë ndërkombëtar. Saraji ka qenë gjithmonë një vend i mikpritjes, i bashkëjetesës dhe i respektit ndërmjet kulturave. Sonte, sheshi i Saboletini bëhet një skenë ku traditat e vendeve të ndryshme takohen dhe bashkohen përmes gjuhës universale të artit.
Ju uroj gjithëve një mbrëmje të bukur, plot këngë, valle, emocione dhe momente të paharrueshme. Ju falenderit. Okej, Qobin. Se të na vërtau saj komentatori. Në këtë rast, Shqiponjat dhe gjithë ata që kanë qenë të kyqur, kanë një rol vendimmarrës për këtë ceremoni, për këtë aktivitet dhe për mua paraqet një nder të veçantë që ta shpalli të hapur këtë festival dhe t'ju dëshiroj në këtë ditë apo në këtë ditë të nxehta dhe mbrëmje të freskëta që edhe gjithë pjesëmarrësit, po e gjithë pranishmit dhe gjithë ata që ndajnë pak kohë të kalojnë sa më bukur dhe për fund edhe një herë e shpalli të hapur këtë festival. Faleminderit shumë. I falenderojmë të gjithë pranishmit që folën fjalët e tyre, që thanë fjalët e tyre përshëndetse. I falenderoj edhe grupet, gjithashtu për ngjitjen e tyre në skenë. Tani mund të largohen, avash, dhe fillojmë me programin të cilin e kemi paraparë. Të nderuar të pranishëm, tani është momenti që të fillojmë me prezantimin e grupeve pjesëmarrëse të cilat do të performojnë të gjitha koreografitë e tyre të parapara për mbrëmjen e sotme. Festivalin e hap mikpritësi ynë, apo thënë ndryshe dhe Niko Qiri i eventit ditës sotme, Krenaria e Sarajit dhe organizatori i këtij festivali, Ansambli Shqiponja, i cili prej vitesh ruan dhe promovon me dinjitet traditën, folklorin dhe kulturën shqiptare. Ju lutem ta mirëpresim me një duartrokitje të ngrohtë, e mbi të gjithat fuqishme, jo vetëm ngrohtë. Ju lutem pak më gjallë. I pas ka qejf duartrokitje të shkëmbe. Lorenkico. Daj si tukë.
Vazhdojmë me grupin e dytë. Nga Gjorgjia vjen nga komuna e Telavit një ansambël me traditë të pasur artistike që prezanton elegancën dhe energjinë e gjithashtu edhe karakteristikat e valleve gjorgjane. Ftojmë në skenë ansamblin koreografik Mardve. Sot mere shoj, u ngrojtë në krej. Ne në raj. Raj shoj. Kjo na do t'i shulloj e t'i kush këto. Krejt shkon shpaj veç në kina mber. Una ka vejt. E nërblejni. Do me thamë, faktikisht i bije që mendoj që shfaqja dështoj. Po, që është ta ka në shkrajtme, nëse ne dojtëm dërin fund të e bëhëm tonën. Kina sakrifika. Veç nejnë në skejnë, po fundalisht. A dojnë në skejnë? Me dalë ne me kalzatën i se, a ka vejt? Dalëm ne të lëndë një one, në është lëndë një muzik. Bejni. Mi disë saraj. Jo mi disë saraj. Po bejnë, kur do të prashët, a? Kur do të prashët. A më prapu knautë shumë ne? A, në u knautë shumë kraj. Au qethe, ka të shra e se kom vërtajtu pak, vërtajtu që taj? Vërtajtu, share. A, va, sa i heshëm kone bao. Po shkohen njërës, i do lik. Shkohen. Kina mbet veç ne, a?
Leki Bini. Këthëm pas. Ta japën e unë atë mendimin tem për shfaqjen. Do me thonë festivali ishte marrë, apo? Erdrin si të duk? Marrë. Do me thonë shaj pse ro s'ka lidhja, ajo ishte pjesë e ditës. Me rëndësi u knashëm, ai shajvje bani interesant këtë festival. Edhe pse u prash dikujt ju ka prash shembull ajo ëndra që ka dështa realizoje. Inshallah dhe realizoje festivale tjera. Për krajën pi neve shembull e ka gjithmonë. Çdo kush. I bëjmë thirrje krijetarit komunës Muhamet Elmazi që të organizoje ma shumë kësi sende festivalin komunën tonë. Shoki se ka nevoj, rineja do të punoje, do të gjallnoje, e ne dojna për kraje shembull. Ne e bëjmë atanën, sa mundim, kështa që qoftë se ka mundësi krijetar, sa ma shumë organizime të bëjsh për rinin, që është më marrë është. Një Red Bull. Kanyo. Filloj prap. Në shumë futbal, leo në Argentina me Anglinë sande. Po prap atmosfera vazhdon këta. Do me thonë, pak e një parshajvi, ama ke interesant, e ban një atë interesant. Shkëm të shpaj është taj. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Si quheni? Si quheni? Yeah. City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, the steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. Nuk e do më shumë.